Dhe pastaj Simulla Jakupi jot që tash po ligjeron para tije këtu, ai arriti të shef në Kur'anin e Kerim se Zoti ka thënë: "Kul siru fil ardi fanzuru", hasni në sipërfaqen e tokës dhe studioni atë. Pra studioni barkun e tokës dhe sipërfaqen e asaj. Studioni ujnat dhe brendësitë e tyre. Pastaj ka thënë: "Kul inzuru madha fis samawati wal ard", studioni hapësirën dhe qiejt në tërësi studioni. Ai të mëson se në hapësirë pas ka trupa aq të mëdhaj sa që njeni prej atyre sillë ka rrethot vetës për 8.000 vetë vetëm një herë. Kurse toka jote për 24 orë me jep natën edhe ditën, për 8.000 vetë vetëm një herë. Zbulimet e 100 galaktikave në kohën e fundit na dhanë të dimë se ata i kanë nga 6 biliard yje, ka 6 bilion yje, çdo njeri prej atyre 6 bilion vite drite prej neve është larg ose më i afërmi. Prej atyre është 6 bilion vetë drite, a 1 bilion një vjetë drite do thot 6 bilion mila, dielli i ka prej ne 148 milion kilometra, pra rrezën e ditës vinë rrezën e ditës për 8 minuta të ne. Të mëson një njeri, një hoxh si hoxha jot modest, i cili din më pak se sa din se një peshk nga peshkit në det në oqean, e ka emrin në hut në gjuhën arabe, e ka emrin në kërsh, e ka emrin në balene, e ka emrin në kështu, e ka emrin në ashtu. Ma i randi i cili u kap tash për prej edhe e mëzorën jashtë, doli 196 ton, u zbulua pra se i ka 400 kg trunin, 4.000 kg zemrën, rritët 1.000 kg në ditë prej se të lind, 40 ton zejtin janë zerë prej ati, 40 ton. Nëse janë zerë në gjuhën jashtë, 25 burra mund të ndalën vetëm në gjuhën e ati. 196 ton s'ka dham. S'ka dham. Por atë ajo përbini për nga marrin e Allahut e quajtur Yunus, edhe ai ishte i padamtuar sepse s'ka dham. Çka hanaj? Ai nëse del në shkratin, pra nëse del në bregdet, do thehen kurriz prej peshës. Do të thehen kurriz është zbuluar shkencarisht se do thehen prej peshës për shkak të rëndësisë së tij të madhe. Këtër që ka përdu me thanë edhe si shembujt si ki, edhe shembujt si ki tjerë, shumë shembujt, të mësosh për bletën aq lartë, aq hollë, të mësosh për kërcilin për karkalecin e Kanadës, i cili i vorroz vezët e veta në tokë, 17 vite me radhë, prej se ekziston a edhe ekziston kjo botë, a i në vit në datën 17 maj, vezët e ati të dalin mbi tokë, asnjëherë në 16, asnjëherë në 18, vetëm në 17 maj. Kush është ai? Kush është ai rregullatori i këtyre sendeve?